Po atë dhe sot që ne kemi ftuar seancën e jashtëzakonshme për me qitë në diskutim publik planin zhvillimor komunal, po ja që edhe sot nuk i patëm numrat e duhur të asamblejistëve që të na mundsojnë që ky plan me rëndësi shumë të madhe për kryeqytetin, për të ardhmen e vendit tonë, nuk i patëm asamblejistët të cilët e mjaftueshëm, të cilët janë të votuar nga qytetarët e kryeqytetit, që ky dokument të dalë për diskutim publik. Kështu që ne do të vazhdojmë të tentojmë që ta fusim ose ta qesim në diskutim publik edhe herën e radhës, edhe do t'ju lajmërojmë për seancën e radhës. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe një herë. Ashtu është, edhe është për fat shumë të keq që bojkotohet një dokument që është tash i përpiluar që 1 vjet e gjysmë, edhe ne kërkojmë që ta qesim në diskutim publik, pra për një transparencë totale, që t'ju mundsojmë secili qytetar me pa, secilit institucion, secili që është interesuar që të na jap feedback për këtë dokument me rëndësi shumë të madhe, po ja që vazhdon të sabotohet. Po ne i ftojmë të gjithë, po normal, patjetër. Po ne po them me shpresë që reflektojnë asamblejistët dhe na bashkohen këtu për me votu një dokument për me dalë në diskutim publik. Pra krejt kjo është, por nuk është për miratim, është për diskutim publik. Në anën tjetër kemi pa dhe një kërkesë që keni bërë për buxhetin e 2025. Çfarë ka ndodhur me to ose cilat janë sfidat që ju paraprin tash? Po, buxhetin e dini që ne kemi votu buxhetin e vitit 2025 në dhjetor të vitit 2024, buxheti i cili është i planifikuar për projektet, për të gjitha projektet madhore, për projekte të ndryshme për kryeqytetin për vitin 2025. Kemi kërku qysh atëherë që Parlamenti i Kosovës ta miratoj, pra të bëhet bashkë, ta miratoj këtë buxhet të vitit 2025, asnjëherë nuk është ftu seanca atëherë. Tash e kemi një çështje tjetër ku Parlamenti tash i qeverisjes së re ende nuk është i konstituar. Ne ju kemi dërgu, kemi shiku në aspektin ligjor se si mundet Ministria e Financave me aprovu buxhetin e kryeqytetit, buxhetin e vitit 2025, pra me një ashtu letër ose me një prej zyres ligjore të ministrisë mundet ai të ecë përpara. Këtë kemi kërku tash 2 herë, mirë po edhe ajo injorohet. Ne vazhdojmë të punojmë me buxhetin e 2024 ashtu të mangët, sepse edhe ai 2024 po them që ne tash duhet me u gjind në mënyra të ndryshme, për shembull vijat buxhetore të cilat janë të dedikume për projekte të vitit 2025, ne duhet me gjetë fondet në projekte tjera. Pra këto janë masanej gjetje të auditorit që në aspektin financiar nuk janë ashtu, nuk shihen si pozitive, mirë po nuk e ka miratu buxhetin me kohë për shkak procedurave të cilat. Po ja që kjo edhe kjo është tentu, po them është tentu që të sabotohet edhe buxheti vitin e kaluar, po ne kemi mbri që ta votojmë, edhe kjo është një fat i mirë për gjithë kryeqytetin, po tash shfrytëzohen të gjitha instancat edhe nuk përdoren faktikisht mundësitë që buxhetin e 2025 ta aprovojmë. Pra kemi edhe një sfidë tjetër shtesë, po them ne vazhdojmë me projekte, nuk do të ndalemi, edhe do të gjejmë të gjitha mënyrat që janë brenda kornizave ligjore që ne t'i financojmë të gjitha projektet që tashmë i kemi në zhvillim e sipër. Faleminderit. Ishte, ne pyetëm, jo, fitnetja erdhe, pe patëm kryesuesin, e lutëm që ta pres, sepse ishte faktikisht jashtë duke u parku, erdhe, u vonu pak, pra jo ishte këtu, ne ishim totalisht të koordinuar, po tjertë nuk erdhe. Faleminderit. Dje keni vazhdu punimet në sheshin Gjergj Bush, kemi pas një ra, kemi nga Ministrit Kulturës, që shë vlerësaj? Me të regu drejtën, Ministri tash në detyrë i kulturës flet të pavërteta sa herë që të flet, apo sa herë që prezenton diçka, kështu që nuk i lexoj më, nuk di çka ka thonë. Po, faleminderit.